Një nga figurat më të kërkuara të botës së krimit shqiptar, Dritan Gjika, është arrestuar në Abu Dhabi më 26 maj 2025, gjatë një operacioni të koordinuar mes Interpolit të Ekuadorit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, me mbështetje të programit Pacto 2.0. 47 vjeçari shqiptar i njohur si drejtuesi i një prej rriteve më të mëdha të trafikut të drogës në Ekuador dhe Spanjë, mbante 2 njoftime të kuqe të Interpolit për trafik ndërkombëtar droge, pastrimbarrazh dhe krim të organizuar. Sipas të dhënave zyrtare, Gjika mbriti për herë të parë në Ekuador në vitin 2009 me vizë të përkohshme vizitori. Me kalimin e kohës, ai ndërtoi një strukturë kriminale të sofistikuar që përfshinte menaxher, logjistik, bashkëpunëtor dhe biznese fasad të përdorura për pastrimin e parave. Rrjeti dërgonte nga kërkesa të mëdha droge drejt vendeve të Amerikës Qendrore dhe Europës, veçanërisht Holandës, Belgjikës dhe Spanjës. Hetimet zbuluan gjithashtu përfshirjen e personelit portual në ndihmë të trafikut, duke përdorur metodën e njohur si grepi i verbër për kontaminimin e kontenjerëve me substanca të palishme. Më 6 shkurt 2024, pas një pastisje në Guayaquil, Prokuroria e Përgjithshme e Ekuadorit identifikoi Gjikën si liderin e mafias shqiptare në këtë vend. Autoritetet përkatëse punojnë për procedurat e ekstradimit të tij, i cili pritet të përballet me drejtësinë për krime të rënda ndërkombëtare që rëndojnë mbi të.